Një arsenal i madh armësh, municionesh dhe uniformash ushtarake është zbuluar në 12 lokasione në zonën e Zubin Potogut, pranë 3 vendeve ku gjatë gërmimeve janë gjetur mbetet mërtore të paktën 23 personave. Autoritetet e Kosovës dyshojnë se këto mbetje mund të përkasin 23 shqiptarëve të zhdukur gjatë luftës së vitit 1999, të njohur si grupi intelektualëve të Mitrovicës, mes të cilëve kishte mjek, profesor dhe jurist. Gjatë kontrolleve në 48 lokacione, policia sekuestroi pushka të ndryshme, municione, armë të shkurtra, pajisje shpërthyese dhe uniforma ushtarake. Autoritetet dyshojnë se një pjesë e arsenalit mund të jetë përdorur në vrasjen e personave të zhdukur, por kjo mbetet për të verifikuar përmes ekspertizave balistike dhe forenzike. Gërmimet në Zubin Potok nisën pas një hetimi 2 vjeçar për krime të dyshuara lufte. 3 persona janë arrestuar dhe ndodhen në paraburgim, ndërsa hetimet për zbardhjen e fatit të 23 viktimave vijojnë. Autoritetet dyshojnë se këto armë mund të jenë përdorur për të vrarë 23 persona, mbjetjet mërtore të cilëve u gjetën në Zubin Potok. Megjithatë, policia tha se ky dyshim duhet të verifikohet.